Shpat kasapi u nda papritur nga jeta 5 muaj më parë, në nëntor të vitit 2025, si pasojë e një ataku kardiak teksa ndodhej në Itali. Largimi i parakoshëm nga jeta në moshën 40 vjeçare tronditi thellë muzikën shqiptare, duke lënë pas një boshllëk të jashtëzakonshëm. Botës muzikore do t'i mungojë gjithmonë Shpati, ndërsa për familjen e tij ai ka lënë një boshllëk të pazëvendësueshëm, teksa i biri e kërkon atë çdo ditë, në çdo lëvizje, në çdo frymëmarrje. Në maj, Shpati do të bënte 41 vjeç dhe bashkëshortja e tij ka bërë një dedikim të ndjerë për Shpatin, duke treguar se çfarë ka ndodhur me të birin 5 muaj pasi Shpati nuk është më pranë tyre. Silvia ka shkruar: "Sot është dita jote, ti nuk je larg, je vetëm në një formë tjetër. Ti Shpat, je ëngjëlli ynë mbrojtës, çdo bekim që na vjen, çdo gjë e bukur që na ndodh, e ndjej si shenjë nga ti." Ajo ka shtuar edhe një kthes të fortë që ka patur në jetën e djalit të saj. "Shpat, unë dua të them se Roeli po të thot babi, dhe zemra ime e di që ti po e dëgjon atë fjalë të mrekullueshme, të ndjej që je pranë nesh. Ti e kishe pritur shumë këtë ditë që të dëgjoje fjalën babi nga goja e Roelit, por tani që ti nuk je, ai po të thërret babi e po të kërkon. Urime në ditëlindjen e parajsë, Shpat. 5 muaj pa ty, por gjithmonë në zemrat tona", ka përfunduar me fjalinë drithëruese bashkëshortja e këngëtarit.